Opozita do të shqyrtojë të gjitha masat e mundshme për siç thon shpëtimin e Maqedonisë dhe kthimin e demokracisë në vend. Pas vendimit të mbrëmshëm të partive në pushtet për shpërndarje të kuvendit, zgjedhjen e qeverisë kalimtare dhe mbajtjen e zgjedhjeve më 24 prill, lideri i opozitës Zoran Zaev ka konfirmuar qëndrimin se pa pastrimin e listës zgjedhore dhe pa rregullimin e çështjeve të mediave nuk mund të ketë zgjedhje të lira dhe demokratike. Ova patologja što je nametnula Gruevski. Kjo patologji që po e imponon Gruevski, të cilën po e përkra Ali Ahmeti, paraqet sulm ndaj Komisionit të Pavarur Shtetëror Zgjedhor. Organet e LSDM-s dhe të opozitës së pavarur në ditët në vijim do të marrin vendim për pjesëmarrjen në qeveri dhe për të gjitha hapat tjerë plotësues. Por një lajm është i sigurt, pas asaj që ndodhi dje, mundem lirshëm të apeloj, të nxis, t'i bëj apel tërë botës demokratike, të gjitha fuqive demokratike të Maqedonisë, të gjitha partive politike, të gjithë intelektualëve, gazetarëve, luftëtarëve për liri dhe demokraci që të bashkohemi në një platformë për shpëtim të Maqedonisë. Maqedonia duhet ta kthejë lirinë dhe demokracinë. Opozita nuk përjashtoi edhe mundësinë e protestave. Këtë ka paralajmëruar nënkryetari i LSDM-s Damian Manchevski në një postim në rrjetin social Twitter. Shihemi në barikada, ka shkruar Manchevski. I kontaktuar nga Alsat, nënkryetari i LSDM-s thotë se për momentin nuk dëshiron të komentojë këtë paralajmërim, por se për të gjitha hapat që do t'i ndërmerr partia së shpejti do të informohet opinioni. Megjithatë, bazuar në statusin e tij në Twitter dhe atë të ish kandidatit presidencial nga radhët e LSDM-s Stevo Pendarovski, i cili shkruante se po vjen 17 maj, është e qartë se opozita maqedonase është duke përgatitur skenarët e protestave. Partitë në pushtet sot nuk komentuan qëndrimet e opozitës. Ato mbeten në vendimin për mbajtjen e zgjedhjeve më 24 prill. Mbrëm vonë zgjodhen edhe qeverinë e re me kryeministër Emil Dimitriev, sekretarin e deritanishëm të VMRO-s. Природната влада, която е предводена. Qeveria e re që do ta udhëheq unë do të evitoj të gjitha dilemat rreth parregullsive zgjedhore. Qëllimi ynë është të kemi zgjedhje të lira dhe demokratike, qëllim që ne do ta realizojmë dhe e mbështesim. Ne inkurajojmë KSZ-n që të jetë një forcë shtyese për një proces zgjedhor i cili do na bëj krenar si komb dhe zgjedhje të cilat do të jenë të besueshme për të gjithë. Nga radhët e BDI-s thanë se zgjedhjet e 24 prillit janë konform marrëveshjes politike, por në radhët e saj kishte edhe qëndrime kundër se zgjedhjet pa opozit mund të thellojnë edhe më shumë krizën. Bashkimi Demokratik për Integrim ka vënë vulën dhe në shkrimet e grupit parlamentar që zgjedhjet e parakohshme të mbahen në terminin në të cilin ishin të parapara me marrëveshjen e Prizhinës, pa marrë parasysh kundërshtimet e një pjesë të subjekteve politike që ishin pjesë e marrëveshjes. Zgjedhjet e parakohshme gjithë e dim se janë të patjetërsueshme për zgjedhjen e krizës në Republikën e Maqedonisë. Por nuk do të ishte mirë për vendin, as për opozitën, as për pozitën, nëse zgjedhjet e parakohshme që do të mbahen me 24 prill do ta thellonin krizën. Kështu që unë mendoj se edhe ne si pozit, por edhe opozita ka kohë që t'ulen dhe të merren vendime përsëri them në interes të qytetarëve Republikës Maqedonisë. Sidoqoftë me 72 vota pro dhe 9 të përmbajtura, kuvendi votoi qeverinë e re. Paraprakisht u votua edhe për shpërndarjen e kuvendit. Vendimi do të zbatohet më 24 shkurt. Zhvillimet e këtilla të papritura u arsyetuan gjatë ditës nga tani ish kryeministri Nikola Gruevski dhe kryetari i BDI-s Ali Ahmeti se ato janë konform marrëveshjes së Prizhinës si mënyrë vetme për nxjerrjen e vendit nga, siç tha Gruevski, politika destruktive e opozitës.